Problemet që shkaktojnë martesat e lidhura vetëm për të fituar mundësinë e një jete më të mirë jashtë vendit, ishin qëllimi që autoreja ka dashur të përcjellë për publikun e gjerë, veçanërisht për të rinj. Dekret këto ishin në pjesën teatrale Traditat apo Letrat. Për kushtet jo të mira që i kemi na këtu dhe të rit shkojnë jashtë dhe martohen jashtë. E këtu bëhet fjalë për një djalë, një fshati, i cili është i martuar dhe martohet në Gjermani, e sjell gjermanën në shtëpi, ku thot kjo është motra jeme për gruan e vet. Aty zhvillohet një komedi, një tragjikomedi, djali spajtohet kurse si me baban e tij, është aty një tragjedi e vërtet. Kjo shfaqje u realizua me iniciativën e shoqatës Children for Tomorrow dhe mbështetur nga trashëgimia kulturore pa kufi. Rolet e kësaj tragjikomedie u sollën nga të rinjt e grupit teatror të rinjve të Gjakovës dhe Rahovecit. Problem ky që i kësaj tematike është emigrimi shumë të rinjve jashtë vendit, ndarja mes shumë çifteve, shkatrimi shumë familjeve. Kur shkak i këtyre problemeve është gjendja rënd ekonomike, rritja shkollës së papunësisë. Kemi bërë prova për këtë shfaqje, jemi në bashkëpunim me Teatrin e Rahovecit, qendrën rinore. Kemi gjetur një gjuhë përbashkët dhe kemi punuar shumë mirë së bashku. Roli im në këtë dramë ishte i dashuri im është martuar në Gjermani për letra dhe mos kushtet që ne kemi pasur, por në këtu ndodh tragjikomedia në dramën tonë. Tematika e kësaj shfaqje u prit nga publiku me duar trokitje dhe madje dhe me brohoritje, kur aktorët përcjellin mesazhe për ruajtjen e traditës.